Përshëndetje. Të nderuar gjykatës edhe prokuror që më po ktheni shpresën këtë vend. Unë dua t'ju bëj një pyetje shumë sinqert për objektin tuaj. Ore, është objekti juaj për gjithë ku i kanë qef legët ta që i kanë vjedh taksat tona? O është objekti juaj për t'i qfry këto tullumbaca që lekët e vjedhme i kanë fry dhe i kanë bo kaq fodull? Apo është objekti juaj për t'i depersonalizu deri në ata shkallë këta njerëz që ne ta vi keq kur i shohim, na vi keq kur i shohim dhe nuk është sjellje korrekte për ju ky lloj depersonalizimi që i bëni. Me respektin më të madh për ju, shikojeni pak më me kujdes objektin që i keni vendos vetes. Respekt e dashur.